Ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Ejub Maqedonci, futet në sallën ndërkombëtare të famës të Kolegjit të Komandës së Shtabit të Ushtrisë Amerikane. Ministri i Mbrojtjes të Republikës Kosovës, Ejub Maqedonci, u nderua me përfshirjen në International Hall of Fame të US Army Command and General Staff College, duke u bërë një nga personalitetet e shquara ndërkombëtar që kanë përfunduar kursin e oficerëve të komandës së shtabit të CGSOEC, klasa 2013. Ceremonia u mbajt në ambientet të kolegjit Fort Leavenworth, ku zbulua edhe portreti i Maqedoncit në galerinë e nderuar, ju dorëzuar certifikat zyrtare për arritje të jashtëzakonshme dhe udhëheqje të ushtrisë dhe kontribut ndërkombëtar. Ngjarja u transmetuar drejt për drejt në kanalin YouTube CGSC dhe u shoqërua me fjalime nga udhëheqësit e institucionit, të cilët theksuan rolin e Maqedoncit në forcimin e bashkëpunimit Kosovë-SHBA dhe zhvillimin e forcave të sigurisë Kosovës FSK sipas standardeve të NATO-s. Për Kosovën, ky moment përforcon imazhin si partner i besueshëm i aftë në arenën ndërkombëtare të sigurisë. Maqedonci vetë e quajti nderimin mirënjohje për popullin dhe shtetin e Kosovës. Ceremonia nxori në pa vlerat që promovon SGSC-ja, udhëheqje profesionale, bashkëpunim ndërkombëtar dhe kontribut për paqe globale.